Butirati është një nga substancat më të rëndësishme që prodhohen në zorrën e trashë dhe shpesh neglizhohet kur flitet për shëndetin e përgjithshëm. Ai nuk merret dhe përdorët nga ushqimi në forma të mëdha, por prodhohet nga bakteret e mira të zorrës gjatë fermentimit të fibrave ushqimore. Pra për ta kuptuar burratatin, duhet fillimisht të kuptojmë rolin jetik të zorrës së trashë dhe mikrobiomës që jeton aty. Zorra e trashë nuk është thjesht një tub për eliminimin e mbetjeve, siç mendohet shpesh. Ajo është një organ metabolik dhe imunologjik shumë aktiv. Brenda saj jetojnë trilona baktere që përbëjnë mikrobiomën intestinale. Këto baktere ushqejnë kryesisht me fibra të patretshme që ne i marrim nga ushqimi, si perimet, frutat, bishtajorët dhe drithërat e plota. Këto fibra arrin në zorrën e trashë. Bakteret i fermentojnë dhe si një produkt i këtij procesi prodhohen acide yndyrore me zinxhir të shkurtër, ndër të cilat më rëndësishmi është butirati. Butirati ka një rol themelor si burim energjie për qelizët që veshin zorrën e trashë. Në fakt këto qeliza preferojnë butritratin si karburantin e tyre kryesor. Kur ka mjaftueshëm butirat, mukoza intestinale qëndron në shëndetshme, e fortë dhe funksionale. Kjo është shumë e rëndësishme sepse kjo stres vepron si një barierë midis përmbajtjes së zorrës, ku ka baktere, toksina dhe produkte të tretjes së gjakut. Nëse kjo barierë dobësohet, mund të krijohet ajo që shpesh quhet zorrë e përshkrueshme, ku substancat të padëshiruara kalojnë në qarkullimin e gjakut dhe shkaktojnë inflamacion. Përveç rolit strukturor, butirati ka dhe efekte të fuqishme antiinflamatore. Ai ndihmon në rregullimin e sistemit imunitar në zorr duke ulur reagimet e tepërta inflamatore. Kjo është arsye se pse nivelet e ulta të butiratit janë lidhur me sëmundje inflamatore të zorrëve. Të dashur miq, mirëmbrëma edhe një herë tjetër. Babai i mjekësisë, Hipokrati, ka thënë se çdo sëmundje nis në zorr dhe çelësi i gjatësisë së organeve fshihet aty. Sot së bashku me ju do të flas për një molekul shumë të çuditshme, për një molekul e cila ndihmon në uljen ose në stabilizimin e sheqerit në gjak. Një molekule e cila në Shqipëri nuk është thënë asnjëherë. Një molekule e cila ndihmon dhe në ruajtjen e masës muskulare, një molekule e cila ndihmon në uljen e inflamacionit, një molekul e cila ndihmon dhe në ruajtjen e shëndetit kardiovaskular. Një molekul e cila ndihmon dhe në shëndetin e trurit. Një molekul e cila ndihmon dhe në përdorimin e glukozës, por ndihmon dhe në transportieret e glukozës, të cilët quhen GLUT4. Bëhet fjalë për butiratin. Çfarë është butirati? Në Shqipëri shumë pak mund të jetë përfolur dhe mund të themi se mund të jetë emisioni i parë në trojet shqiptare që po flasim drejt për drejt nga një televizion për molekulin e butiratit. Atëherë, si ka mundësi që kjo molekul mbron shëndetin e zemrës, mbron shëndetin e trurit. Madje ka dhe studime që këtë molekule përkufizojnë si një molekul antikancerogjene. Në fakt, butirati është një acid yndyror me 4 atome karboni. Pra përbëhet nga 4 atome karboni, 8 atome hidrogjeni dhe 2 atome oksigjeni. Butirati është një acid yndyror me zinxhir të shkurtër të atomeve të karbonit që zakonisht formohet nga fermentimi fibrave në zorrën e trashë. Pra bakteret e mira fermentojnë disa fibra dhe më pas formohet butirati. Butirati është një acid yndyror që është tejmase i rëndësishëm për stabilizimin dhe për ruajtjen e energjisë në muskuj. Sot, kudo flitet vetëm për kreatinën, si një molekul kryesore e cila ndihmon në dhënien e ATP-s tek adenozin difosfati. Pra jepet kreatina, e dim se çfarë është një derivat azotik i aminoacideve që formohet nga glicina, arginina dhe metionina. Zakonisht ajo shkon dhe jep ATP tek adenozin difosfati që të formohet adenozin trifosfat. Dhe ne të kemi një energji në muskul dhe më pas muskuli që bën të rreq ujë nga qelizat e tjera që të ketë një elasticitet dhe të ketë një funksion më të shëndetshëm ku ne bëjmë palestër. Dhe fosfokreatina është depozitusja kryesore e kreatinës, që më pas janë disa enzimat të tjera që bëjnë të mundur kreatinginaza e zëm që ka kofaktor kryesor magnezin. Pra tek shëndeti muskujve përmendet vetëm kreatina. Kreatina e cila jep ATP dhe stabilizon ngarkesën elektrike të fosfatit. Por ne harrojmë edhe butiratin. Butirati formohet në zorrën e trashë dhe butirati ndihmon që energjia në muskul të ruhet më mirë. Pra kreatina është që të jepet dhe të përdoret në mënyrë sa më të shpejtë, ndërsa butirati e bën që të përdoret në mënyrë më të ngadaltë dhe në mënyrë më efikase dhe më të shëndetshme. Butirati është acid yndyror, tham pak më parë. Dhe butirati zakonisht konvertohet dhe në një lëndë tjetër e cila quhet hidroksibutiril koenzima A. Hidroksibutiril koenzima A është
përsëri ky acid yndyror që bashkohet me koenzimin A, pra që formohet në mitokondritë e qelizave të zorës së trash dhe në mëlçi, dhe ky është shumë i rëndësishëm sepse kështu rritet edhe efikasiteti i transportuesve të glukozës, të cilët transportuesve të glukozës me emrin GLUT4. Dhe kryesisht GLUT4 qëndrojnë në indin dhjamor dhe në muskujt skeletik. Nëse ne nuk bijem nga pesha ose nga kilet, pra nëse ne jemi obez, nuk është vetëm kur e fjalat e kalorit, pra që të ulim atë, që të ulim dozën e një produkti, që të mos ham atë apo këtë. Duhet të shikojmë se si funksionojnë këto zorët. Zorët dirigjojnë dhe shumë procese hormonale. Zorët janë organ endokrin shumë i rëndësishëm. Muskujt janë organ endokrin shumë i rëndësishëm. Muskujt funksionojnë si një pankreas i pavarur, sepse ato kanë në sipërfaqen e tyre disa transportier të glukozës, të cilët quhen GLUT4. Zakonisht GLUT4 funksionon e pavarur nga insulina. Insulina çfarë është? Insulina është një hormon që prodhohet nga qelizat beta të pankreasit, që këto qelizat beta të pankreasit e marrin këto qelizat beta të pankreasit prodhojnë insulin, që insulina ç'a bën të mundur që kjo glukozë ose molekula e sheqerit të futet brenda në qelizë dhe të transportohet, të fosfolirohet, formojë ATP. Por muskujt vetë dhe qelizat dhjamore kanë vetë transportuesa që funksionojnë në mënyrë të pavarur nga insulina. Ndërkohë që funksionojnë në mënyrë të pavarur nga insulina, duhet të jetë zore trash e shëndetshme, duhet të jetë zore trash e pastër. Prandaj rëndësia e mikrobiotës e zorës trash është shumë e rëndësishme në parandalimin e sëmundjeve, të cilat është sëmundjeve metabolike, diabeti mellitus ose diabeti numër 2, që diabeti numër 2 është një sëmundje metabolike. Është shumë i rëndësishëm, siç e tham edhe pak më parë, sepse mbron trurin, shëndetin kardiovaskular, është preventuese përkundrejt valvulopative kardiake, parandalon kalcifikimet në glomus caroticus, parandalon kalcifikimin trunkun brachiocefalik, pra këto skorje të cilat formojnë tek enët e gjaku. Tek enët e gjakut. Dhe butirati vetë si acid yndyror konvertohet në hidroksibutiril koenzimën A. Butirati njëri ja ku është mbron aktivitetin mitokondrial. Dhe butirati që formohet në zorën e trash është një molekul që mbron trurin përkundrejt Alzheimerit, përkundrejt Parkinsonit, përkundrejt sëmundjeve të ndryshme neodegenerative, përkundrejt encefalopative, përkundrejt sëmundjeve të ndryshme neodegenerative që i përmendëm, përkundrejt insulteve, iktuseve cerebrale, madje është i rëndësishëm, këtu kemi, ja ku kemi, inhibiton dhe një enzim tjetër e cila quhet histon deacetilaz, që kështu vet ADN-ja është e mbështjellë nga disa proteina të cilat quhen histon. Dhe histonët me ADN formojnë kromatinën. Pra ADN-ja zakonisht ndodhet brenda bërthamës dhe lidhet ose mbështjellet nga disa proteina të cilat quhen histon. Dhe histonët me ADN ose histonet me ADN formojnë atë që quhet kromatin. Dhe butirati bën të mundur inhibitimin e histon deacetilazës, pra është një regulator genesh. Butirati që është një acid yndyror që formohet nga fermentimi i fibrave në zorën e trash. Nga ana tjetër, butirati konvertohet në beta hidroksil koenzimën A ose në hidroksil butiril koenzimën A. Si formohet këtu? Butirati konvertohet si fillim në hidroksibutiril koenzimën A nëpërmjet zakonisht një enzime e cila quhet hidroksibutiril ligaza, më pas hidroksibutiril koenzima A konvertohet në një enzim tjetër e cila zakonisht quhet kronotil koenzima A nëpërmjet acil koenzima dehidrogenazës, kronotil koenzima A nëpërmjet një enzime e cila quhet enoil koenzima hidrolaza, hidroksibutiril koenzimën A. Pra butirati, hidroksil koenzim ose beta hidroksibutiril koenzima A. Janë pak të emërtime të gjata dhe terma të gjatë. Por ajo që ju duhet mbani mend është tek efikasiteti dhe tek rëndësia e zorës së trash. Zora e trash është shumë e rëndësishme në këtë proces. I gjithë sistemi i tretës, por kjo molekulë është e rëndësishme që të mbrohet zemra, të mbrohet truri, të mbrohen enët e gjakut, të ruhet në mënyrë të shëndetshme energjia në qelizë. Zakonisht
Butirati konvertohet, që e tham pak më parë, në butiril koenzimën A nëpërmjet butiril koenzima ligazës dhe butiril koenzima nëpërmjet acil koenzima dehidroginazës konvertohet në kronotil koenzimën A dhe kronotil koenzima A në hidroksibutiril koenzimën A, që ky është i rëndësishëm tej mase sepse rritet përdorimi i glukozës, ndihmohen këto receptor ose këto transportues, të cilët quhen transportuesit GLUT4, transportuesit e glukozës. Dhe GLUT4 zakonisht është tek muskujt skeletik dhe tek qelizat e indit dhjamor. Që vetë edhe indi dhjamor, por dhe muskujt janë organe endokrine të rëndësishme, të cilat bëjnë të mundur që edhe acidet yndyrore të konvertohen dhe të japin energji. Këtu është dhe pjesa e se si ndikon, pra epiteli intestinal që nëpërmjet fibrave që merren nga ushqimet. Këtu është shumë i rëndësishëm dhe konsumimi i ushqimeve të cilat janë të fermentuara, turshit nga domatja, lakra e bardhë, lakra e kuqe, kefiri, kosi, lëngu i mishit. Lëngu i mishit nuk është një ushqim i fermentuar, por lëngu i mishit përmban glicin, prolin, treonin. Treonina është aminoacid glukogjenik, është shumë i rëndësishëm sepse konvertohet në acetaldehid dhe në glicin. Do të flasim një herë tjetër për treoninën, por këtu butirati formohet si pasojë e fermentimit të fibrave nga bakteret e mira, Faecalobacterium prausnici, Leuconostoc mesenteroides, Ruminicoccus bromi, Akkermansia mucinofilia. Dhe zakonisht ne duhet ta pasurojmë mikrobiotën dhe me ushqime të fermentuara. Pra me turshit organike, nga repat, lakra e bardhë, lakra e kuqe, domatet, por ushqime cilat i bëjmë vet, i fermentojmë vet dhe jo që të merren nga marketi. Dhe lëngu i mishit është i rëndësishëm në këtë proces, sepse përmban glicin, prolin, hidroksiprolin dhe ndihmon që të formohet butirati në mënyrë sa më efektive. Dhe ushqimet e tokës, qepa, argjinaria, karçofi, kastraveci, karotat, qepa dhe karota janë shumë të shëndetshme në formimin e butiratit. Qepa njërë përmban taksifolinat, qepa përmban dihidrokvarcetinat, dihidrometilkvarcetinën, qepa përmban apigeninën, ka enferol glikozid, ka enferol galaktozid. Qepa është mbreti i të gjithë polifenolve antiinflamator, sepse polifenolët sigurojnë dhe veti antiinflamatore dhe antimikrobiale. Pra butirati edhe mund të merret si suplement, por nuk mund të merret edhe një herë tjetër pa këshillimin dhe pa miratimin e një personeli ose profesionisti shëndetësor. Dhe butirati formohet në zorën e trash, zakonisht nga fermentimi i fibrave që bëjnë bakteret e mira, të cilat i tham pak më parë. Dhe imagjinoni, mbronte shëndetin e trurit, mbronte sistemin kardiovaskular, mbronte zemrën, mbronte arteriet koronare. Madje ka studime që butirati, do ta flasim në një emision tjetër këtë, që ishte dhe përkundrejt sëmundjeve neodegenerative, Parkinsonit, ishte përkundrejt Alzheimerit, ishte përkundrejt sëmundjeve cilat rrezikojnë dhe jetën e personit. Madje forcon edhe sistemin imunitar, e bën personin që ta kaloj më lehtë një situatë gripale ose një viroz të stinës, është i vlefshëm dhe përkundrejt alergjive të stinës, përkundrejt histaminës së lartë, përkundrejt një problematike e cila mëlçia mund të ketë, pra mëlçisë së dhjamosur. Dhe butirati zakonisht bën të mundur që dhe të aktivizohet një ajo quhet zakonisht enzim sensorial e energjisë, e cila quhet kinaza e proteinave aktivizuar nga adenozin monofosfati, që kjo aktivizon më pas dhe ose bën të mundur fosfolirimin, pra ndryshon përgjigjen e geneve. Fosfolirim do të thotë që ka një ndryshim në pjesën e transkriptimit ose ka një formim të proteinës. Kinazat e aktivizuara nga adenozin monofosfati zakonisht janë energji ose zakonisht janë enzim sensoriale që aktivizojnë një proces të qelizë. Madje ajo rrit edhe disa enzimat të cilat marrin pjesë në jetëgjatësi ose disa gene të cilat marrin pjesë në jetëgjatësi, rrit autofagin, rrit pastrimin e qelizës ose ndihmon që qeliza të ketë një funksion më të shëndetshëm. Ndihmon disa organele shumë të rëndësishme në qelizë që quhen lizozomet, peroksizomet që marrin pjesë dhe në oksidimin e acideve yndyrore. Pra,
Rëndësia e zorës trash lidhet drejt për drejt me jetëgjatësinë dhe me efikasitetin e organeve tona. Sa më shëndetshme të jetë zore trash, aq më i shëndetshëm është edhe truri jon. Prandaj ta pasurojmë mikrobiotën tonë, zorën e trash me gjitha frutat dhe perimet e stinës. Nga unë miq Luciano Bardhi, u them natën e mirë dhe këtë emision dëgjojeni me kujdes.